pa dashje ndoshta po krijohet një precedent që unë e shoh problematik dhe do ta shpjegoj pse. Jemi në kufit, kam frikë të përzierjes nga tretës ose konfuzionit mes sovranitetit kombit dhe sovranitetit shtetit. Që do thotë, përkatësia e identitetit si komb, si shqiptar, nuk të jep të drejtën ty që të kesh rol aktiv politik në një vend të caktuar, që nuk është vendi ku ti je rezident. Ç'dua të them? Ti pagu taksat. Dua të ndajmë rolin pjesëmarrës, ku unë vi dakord me kolegët që pjesëmarrja, mendoj unë, nuk ndalohet askujt, pavarësisht nga cili shtet vjen. Ka një ministre sot që ka një ombrellë që është kombësia që na bashkon, por roli politik është një gjë tjetër. Unë kam frikë, dhe këtu jemi në precedent, a mos jemi në kushtet ku kjo protest na ekspozon një precedent ku partitë politike marrin rol aktiv në një vend tjetër amë. Kjo sigurisht nuk vlen për ta, nuk mund ta themi ne, pasi janë organet përkatëse që duhet ta identifikojnë këtë gjë, ta verifikojnë këtë nga shi prokuroria, policia, dhe ta paraqisin publik, por duke e marrë kështu, ky është një precedent për mendimin tim. Sepse po mirë, dikush askujt nuk jepet të drejta. Koalicioni vlen nuk është agimjar. Okej. Do nuk mund krahasosh, pa janë dy entitete politike jo shtetërore në Shqipëri, por njëri ka këtë pozicion, tjetër punë fare në shqiptar. Unë mendoj që ne do të Mingjozi dha një qëndrim pak radikal në kuptimin që edhe pjesëmarrja nuk mund të bëjë nuk e thash këto, lutem, instrumentalizimi pjesëmarrjes. Instrumentalizimi pjesëmarrjes është një gjë. Fal, shqiptarët kanë drejt vinë edhe kemi drejt shkojmë se. Atëherë le ta them. U bë shumë vite, faleminderit që më bëni citacione. Instrumentalizimi i shqiptarëve që vinë nga shtetet e treta. Që ta ndajmë precedentin. Instrumentalizimi është diçka tjetër. Pra, të ndajmë precedentin. Sepse i fut skem lufte për pushtet në një vend ku ata nuk kanë pse të futen luftë për pushtet. Unë mendoj që flas luftën për pushtet me luftën ose përplasjen shqiptar. Unë mendoj që ne duhet të ndajmë për shqiptarët që ta kuptojnë që sado modeste të jetë prezenca e tyre këtu, sado rol minimalist të jetë pjesëmarrja e tyre në protestën që ne po shohim dhe është rrirë në disa ditë. Duhet të ndajmë të drejtën për qenë pjesëmarrës të protest dhe ndalesën për të hapur një precedent duke marrë rol organizativ në jetën politike të një vendi tjetër. Unë di, deri tani, ne nuk kemi iniciativa nga aktorët tonë politik që kanë marrë rol organizativ në ngjarjet politike që zhvillohen në vende të tjera. Reciprociteti duhet të jetë i tillë. Konkretisht ka qenë vetëm pjesëmarrja e disa deputetëve të majtë dhe djathtë tonët në protestën që u bë në Prishtinë pro kreve të QK-s janë në hajë. Ajo është një çështje që prek kombin, nuk prek jetën politike. Nuk prek jetën politike. Ne po flasim për ngjarje që prekin burgosur që prekin imazhin e UÇK-s. Edhe simbolika e kombit kanë ne dhe është një etash për korreksi faktesh. Jam dakord. Korreksi faktesh. Elementi komb nuk mund të injorohet. Për qenë tek faktet, unë nuk di deri tani që ne po flasim precedent dhe për mua është një gjë e mirë që nuk kemi, ku aktorët politik, subjektet politike shqiptare t'jenë aktiv në organizim apo në prezencë ku ka një agjendë politike në një vend tjetër. Siç ka qenë Po pra ja do ta them. Dhe mendoj ky lloj reciprociteti duhet të respektohet edhe nga subjektet politike që janë në vende si Kosova, Maqedonia, qoftë Partia Shqiptare që janë në Malinezi. Unë mendoj që kjo analizë vlen pikërisht për dhënë këtë mesazh. Pjesëmarrja dhe njëherë, po, është e drejtë, sovrane, çdo kujt që ndjehet shqiptar dhe mendon që do të japë një kontribut me prezencën në opinionin dhe mendimin që ka. Por, roli organizativ, prezenca e figurave politike me peshë në subjektet politike shqiptare që nuk operojnë në aktivitetet politike në Shqipëri, unë mendoj që është një precedent që duhet na bëjë të mendojmë dhe ta stopojmë këtu se nuk është e shëndetshme as për rastin tonë për të marrë iniciativa të tjera në vende të tjera që janë shqipfolse, po as partive shqiptare që kërkojnë të marrin rol në jetën politike dhe ngjarjet politike në Shqipëri. Kjo mendoj unë është mesazhi që ne duhet ta sjellëm këtë gjë. Pak ditë më parë